Fati I zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës mbeti I paqartë. Gjykata kushtetuese vendosi një zëri të pezulloi përkohësisht dekretin e presidentit Bajram Begaj për caktimin e datës së votimit me 9 nëntor, duke pranuar kërkesën e bërë nga Erion Veliaj. Çështja do të shqyrtohet në seancën publike në 31 tetor, vetëm 9 ditë përpara datës së planifikuar për zhvillimin e zgjedhjeve. Ky vendim I përkohshëm I gjykatës kushtetuese ndalon procesin zgjedhor vetëm për Tiranën, ndërsa gjatë bashkitë e tjera do të vijojnë përgatitjet për votim. Në kërkesën drejtuar gjykatës, avokatët e Veliajt pretendojnë se presidenti ka vepruar në kundërshtim me kushtetutën, pasi ka shpadur datën e zgjedhjeve me një vendim qeverie ende të pezulluar. Sipas tyre, neni 115 I kushtetutës ndalon çdo akt që përcakton zhvillimin e zgjedhjeve lokale, kur një vendim administrativ është në proces ankimi. Në argumentet e dorëzuara, mbrojtësit e Veliajt theksojnë se dekreti presidencial është juridikisht I pavlefshëm dhe pa pasoja, pasi shkarkimi I kryebashkiakut nuk ka marrë ende formë përfundimtare. Ata e akuzojnë kreun e shtetit se ka t'i kaluar kompetencat duke marrë rolin e një autoriteti që përcakton vetë se cilës gjykati përket çështja. Nga ana tjetër, presidenca ka argumentuar më herët se ankimimin duhej bërë pranë gjykatës administrative dhe se dekretimi I datës për zgjedhje është akt I detyrueshëm I kushtetutës. Seanca plenare 31 tetorit pritet të përcaktojë nëse zgjedhjet në Tiranë do të mbahen apo do të shtyhen në një moment tjetër, duke e kthyer kështu këtë betejë ligjore në një nga më të ndjekurat e muajve të fundit.